sistemeve ujore dhe sigurisht mendimet e ekspertë janë tepër të rëndësishme në raste të tilla, pasi janë ato që janë më të volitshme, të cilat i shërben dhe qytetarëve. Kënaqësi që je pjesë e ditarit të pasdites. Mirëmbrëma dhe shumë faleminderit për ftesën. Si përkufizoni ngjarjet e ditëve të fundit, përmbytjet e ditëve të fundit? Është një thjesht një shkarkim hidrik nga rreshjet pas një thatësire gjatë verës, apo lidhet kryesisht edhe me çështjen e menaxhimit të baseneve ujore, të kanaleve kulluese, të gjithë sistemit të kullimit të ujrave të atmosferik? Do thoja që lumenjtë dhe prenjtë historikisht natyrshëm prej miliona vjetësh gjatë cikleve të evolimit të tokës kanë krijuar shtatin e tyre, kanë dalë nga shtrati, pra janë situash në habitatin e tyre natyror. Nga ana tjetër, neve në konceptin e përmbytjes e lidhim me atë moment kur neve dëmi fillon edhe na afrohet në pronat publike, në objekte, në prodhime bujqësore apo shumë elemente tjerë që dëmtohen gjatë këtyre fenomeneve. Qofse shohim në kontekstin hidrologjik, kemi të bëjmë me tre lloj prurjesh ose kategori prurjesh që mesatare e tyre shumë vjeçare në këtë rast në lidhje me prurjet maksimale krijon një trend të caktuar probabilitar të përsëritjes të një ngjarje për një zonë ose rrjedh të caktuar. Lidhur me rebesha dëgjojmë shpesh që ka rënë kaq milimetër ose aq milimetër shi. Ajo që ka rëndësi në këtë rast është raporti i intensitetit, kohëzgjatjes dhe probabilitetit të përsëritjes. Themi për shembull që ka rënë 44 mm shi, por nuk është njësoj sikur këto 44 mm të bien në një kohëzgjatje gjysmore dhe sikur të bien për 24 orë, pasi shtrirja është më e gjatë dhe normalisht akumulimi është më i vogël. Për shembull, po jap një të dhënë për Tiranën, referuar atyre të dhënave historike që janë, pasi normalisht ka vend me trendet klimatike që këto të përditësohen dhe të rishikohen, por Tirana e ka probabilitetin e përsëritjes për intensitetin maksimal me njëherë në 100 vjet 32 mm për një kohëzgjatje 10 minuta. Është relativisht e lartë normalisht. Maksimumi që mund ketë në Tiranë. Maksimumi probabilitar me probabilitet përsëritje një herë në 100 vjet është 32 mm me kohëzgjatje 10 minuta. Ku ka qenë era fundit? Apo jemi okej, nuk duhet të merakosemi se mund ndodhë të shpejti. Është pak vështirë që të ndjekësh këto vitet e fundit statistika të sakta, po intensitetet të mëdha kemi pasur. Dhe normalisht këto që kemi parë këto ditë e fundit kanë qenë këto lloj intensitetesh, por pa arritur dot që t'i vlerësosh në çfarë niveli përsëritje janë, pasi duhet që të kesh matje dhe vlerësime patjetër të sakta. Nga pikpamja e menaxhimit të burimeve ujore, çfarë është kapaciteti mbajtjes së ujit në një sistem natyror artificial dhe si ndikojnë ngjarjet e ditëve të fundit? Pra, kemi kanale mjaftueshëm që të përballojnë rreshje të tilla, apo duhet zgjeruar një sistem i ri? Do doja të shpjegoja dy kategori. Kategoria e parë është mbrojtja kapacitetet natyrale që neve mund të kemi. Kjo lidhet me pyllëzimin, sa më shumë të pyllëzuar, gjelbëruar të jenë zonat, aq më i vogël është ky koeficienti i rrjedhjes, do të thënë vonohet ajo koha e ardhjes prurjes të madhe maksimale. Ndërkohë që në kontekstin jo natyror ose artificial, rezervuarët e ndërtuar nga njerëzit luajnë një rol të rëndësishëm në uljen e pikut të flotës, pra ato kanë një volum rezerv ku në atë moment të kohës kur nuk duhet të vijë ajo prurje maksimale, mund të akumulohet në rezervuar. Pra, këto 640 rezervuare që ne kemi na ndihmojnë, si thua, në përballimin e këtyre situatave. Në ana tjetër, pjesa urbane është shumë e rëndësishme se si neve e konceptojmë qytetin në kontekstin urban. Në botë ka disa qasje inovative që janë nature-based solution, që janë zgjidhje në harmoni me natyrën, dhe green grey solution, që janë krijimi, si thua, i sipërfaqeve sfungjer, ku një sasi e ujit nuk rrjedh me njëherë, po përthithet, qëndron në një farë kohë në një
rrugës për të shkuar drejt pikës fundore të rrjedhjes dhe vonon, si thua, atë kohën e ardhjes së prurjes. Ka raste ku zona, po them, fusha sporti ose kënde për rekreacion kthehen në rezervuar në rastin e përmbytjeve pa prishur punë, janë të projektuara për të kthyer në të tilla dhe është e nevojshme që urbanistët ose arkitektët që punojnë pak a shumë me këtë pjesë të kenë në konsiderat këtë jetutje, këtë gjë për Shqipërinë, pasi ne jemi një vend i ekspozuar ndaj përmbytjeve, kemi qenë të tillë, nuk është se u bëm sot, i shohim përditje më shumë këto ngjarje, do shtohen ndoshta për fakt të ndryshimeve klimatike, kështu që duhet të përshtatemi me natyrën. Është shumë e nevojshme kjo gjë. Ndryshime klimatike, shpëllëzimi, ndërtimi janë gjithë faktorë besoj që ndikojnë në prurjet, por cilët mund konsiderohen si faktorët kryesorë hidrologjik që e bën Shqipërinë të prekur rënd nga përmbytjet? Faktorët natyror janë kushtet tona hidromorfologjike, do thoja. Kemi gati 1/3 e pegullit të ujmbledhës që është jashtë territorit të Shqipërisë, pra mbledhim më shumë ujë se sa kemi sipërfaqe ujmbledhëse brenda vendit ton. Jemi vend pritës. Terreni 70% malor na bën që koha e ardhjes së prurjes të jetë e shkurtër dhe pastaj në pjesën perëndimore karakterizohemi nga zona të ulta, fushore, në disa raste edhe në nivelin e detit, çka vështirëson, pas dihet që Shqipëria ka qenë pjesërisht e kënaqëzuar në gjithë pjesën perëndimore dhe me bonifikimet që janë bërë në vitet 50-60, këto toka janë kthyer në zona të funksionale dhe të përdorshme. Kështu që kemi një ekspozim të madh kundrejt kësaj në kontekstin natyror. Në kontekstin njerëzor janë shumë element që ndikojnë, që lidhen me do thoja që në konceptimin e vëmendjes që ka elementi hidroteknik në vepra të ndryshme. Është shumë e rëndësishme si çdo disiplinë që pjesa e hidroteknikës të marrë vëmendjen e duhur dhe të mos, po themon, të mos merret përsipër nga disiplinat të tjera të cilat e mbulojnë, po themon, jo në profesionale, po flas që në fazën e projektimit, në fazën e zbatimit, po edhe pastaj mirëmbajtja është zemra e gjithë procesit, pasi çdo vepër sa do mirë ndërtuar, sa do mirë projektuar, nëse nuk mirëmbahet rregullisht, patjetër që do ketë probleme dhe nuk do kryej atë funksion që është destinuar të ketë. Në kontekstin e infrastrukturës, cilat janë pikat më të brishta sot? Argjinaturat, kanalizimet, digat ekzistuese, ku do të jetë vëmendja e shtuar e autoriteteve? Nuk i liston dot ose t'i krahasosh me njëra tjetrën, pasi secila prej tyre ka rëndësinë e vet. Digat kryejnë patjetër këtë rolin që unë theksova, që janë akumuluese në rastet e plotave maksimale, por na ndihmojnë dhe në sezonet e thatësirës për të pasur atë ujë që kemi akumuluar. Normalisht ato janë të një rëndësie të veçantë, duhen monitoruar vazhdimisht, duhet të testohen shkarkusët, duhet të mbahen në kontroll, sepse katastrofat që mund të ndodhin me një kolaps të një dige janë pastaj të paimagjinueshme për pjesën poshtë. Nëse lidhet me argjinaturat patjetër duan një monitorim të vazhdueshëm, janë objekte të ekspozuara kundrejt faktorëve natyror, pësojnë çedime, ndryshime të strukturës, rrëshqitje, po shpesh herë këto dëmtojnë edhe nga vetë njerëzit dhe nga vetë banorët që janë afër tyre, pasi në sezonin të thatë ato kthehen në rrugë kalimi, ata mund t'i hapin për të aksesuar hyrje në lumë, dhe kur vjen pastaj sezoni i dimrit, e gjen të papërgatitur në një farë mënyrë dhe duhet një kontroll i madh gjatë para fillimit të sezonit të rreshjeve. Në lidhje me kanalizimet, patjetër ato duhet që të jenë të dimensionuara në radhë parë për kapacitetin e duhur, të mbahen funksionale dhe të kontrollohen vazhdimisht. Kjo është detyrë gjithë atyre që janë të ngarkuar për të menaxhuar këto infrastruktura. Sa efektiv është sistemi aktuali i monitorimit të ujit dhe rrjedhës së lumit në kohë reale? Pra, autoritetet shqiptare ka mundësi që ta kontrollojnë kohë reale se ku po shkon prurja dhe të marrin masat. Sigurisht nuk është vetëm baseni i Vjosës, po janë edhe të tjerë që mund të jenë disi problematik.
Aktualisht është Instituti i Gjeoshkencës, institucioni kryesor përgjegjës për monitorimin hidrometeorologjik, por nga ana tjetër ka edhe institucione të tjera, siç është Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, që ka stacionet e veta të shtrirë në territor, po ashtu janë subjekte private të cilët masin dhe monitorojnë nga anë e tyre. Kemi trashëguar një arkiv të mirë edhe një rrjet të paranëndjetës, por me ndryshimet edhe strukturimet që institucionet kanë pësuar, kanë ulur ato aftësitë, si thua, për të përballuar ose për të menaxhuar një jetë kaq të madh, dhe kemi aktualisht stacione pjesërisht automatike dhe pjesërisht manuale, por nuk janë të mjaftueshëm për të mbuluar gjithë, si thua, në nivelin e duhur. Është në proces një mbështetje për ta modernizuar dhe ristrukturuar këtë pjesë, ku normalisht do instalohen stacione në përputhje me kërkesat e WMO-s, që është organizata kombëtare e meteorologjisë, dhe do popullohet të rrjeti në mënyrë që të mundet të krijojë të dhëna dhe një database të vazhdueshëm të gjithë matjeve. Praktikisht, po marr rastin e Vjosës për shembull, janë pikërisht to stacione që në pjesën e sipërme të Memaliajt, të Urës së Lektit, masin dhe çfarë vjen nga lumi i Drinos dhe Vjosa, dhe ekspertët vlerësojnë pastaj trendin e përmbytjeve që vjen poshtë në Urën e Mifolit, duke u nisur në radhë parë nga parashikimi i tendencave për rreshje në pjesën e sipërme, po dhe trendi i niveleve në këto dy pika kyçe që janë domethënëse për vazhdimsinë e riskut në pjesën e poshtme. Do shkoj drejt me popullimin me stacione dhe përmirësimet normalisht në kapacitete, ka një qasje për të mbuluar gjithë territorin. Gjithashtu, paralajmërimi i hershëm është i rëndësishëm. Është dhe kjo një proces që po ndodh, është Agjencia Kombëtare e Emergjencave Civile e cila do ketë këtë mbështetje dhe do përmirësoj, si thua, komunikimin ndërmjet institucioneve, po dhe mënyrën e njoftimit të popullatës, që është shumë e rëndësishme që njerëzit të informohen në mënyrë profesionale, të kuptojnë problemin dhe kështu edhe reagimi i tyre është ndoshta më i kuptueshëm edhe me këmbë në tokë, do thoya, për këto raste. Patjetër, shohim që sa herë që vjen sezoni shirave, mjaft fshatra, qytete, fusha përmbyten. Dhe kryesisht ajo që bëri më shumë përshtypje këtë herë ishte përmbytja e Durrësit, i cili vjen në tjetër në ujë, një pjesë e Durrësit, ishte zona e Kënetës. Apo do ditë duket se është rikthyer sërish Kënet, pasi ka 3 ditë që qëndron uji aty. Çfarë shkakton, unë themi, që një pjesë e qytetit ujit të tërhiqet, ndërsa një pjesë tjetër vjen të qëndrojë aty. Ku qëndron problemi në rastin e Durrësit, apo lidhet vetëm me faktin që është gati në kuotën e nivelit detit edhe që janë në nivelet të ulta, pa pasur pjerësi edhe pendencë për të rrjedhur në mënyrë natyrale. Ujrat patjetër që është faktori kryesor fizik që e përbën këtë, po është e vështirë të dalësh në konkluzione dhe të vësh gishtin diku në një problem pa shkelur terrenin, e dyta pa bërë një analizë teknike, dhe do doja që të mos nxitohesh të thoje konkluzion, po është e nevojshme që